Qarku i Fierit në ditët në vijim kur temperaturat pritet të kalojnë 40 gradë është klasifikuar si zona me riskun më të lartë në shkallë vendi për zjarre. Sipas përgjegjësit të sektorit të mbrojtjes civile pranë prefekturës Fier, Kreshnik Ymeraj, pas informacionit të dërguar nga institucioni i gjeoshkencës, nga të gjitha strukturat vendore është kërkuar të rrisin burimet njerëzore, kapacitete teknike e logjistike për të përballuar çdo vatër zjarri të mundshme. Është vërtet ne kemi marrë një informacion nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbi të dhënat që kanë administruar nga Instituti i Gjeoshkencave, ku për ditët në vazhdim priten rritje të temperaturave që mund të shkojnë deri në 40 gradë, dhe kjo është një burim që ka përshtimin e rasteve të zjarrit dhe mbi këtë të dhënë ne jemi klasifikuar si një nga qarqet me riske më të larta të zjarreve gjatë ditëve në vazhdim. Në kuadër të këtij informacioni ne kemi kërkuar nga strukturat vendore, pjesë e sistemit të mbrojtjes civile, që të rritin gatishmërinë e burimeve njerëzore, mjeteve teknike dhe kapacitete logjistike që kanë në dispozicion për të përballuar çdo situatë të mundshme që mund të shfaqet në këto ditë në vazhdim. Deri në këto momente në institucionin e prefektit Qarku i Fierit janë raportuar se janë evidentuar rreth 48 raste zjarri. Kryesisht zjarret në periudhën janar-qershor janë zjarret që ndodhin në ambiente të godina, në banesa apo në ambiente të tjera të mbyllura, por ka pasur edhe raste të zjarreve në hapësirë ose zjarreve në toka bujqësore apo në ekonomi pyjore. Në raport me vitin e kaluar, pothuajse jemi në të njëjtën shifër të dhënash, aktualisht janë evidentuar 48 raste zjarri, në raport me vitin 2024 ku kemi pasur 50 raste të zjarreve. Ymeraj ka pohuar gjithashtu se për këtë 6 mujor janë regjistruar 48 raste zjarresh, numër pothuajse i barabartë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, teksa ka theksuar se Bashkia e Lushnjës mbetet më e rrezikuara për shkak të djegjes së hamullore nga fermerët të cilëve jo në pak raste situata u ka dalë jashtë kontrollit. Përballë kësaj situate, Ymeraj ka apeluar për të gjithë bushit që të jenë të kujdesshëm, pasi si pasojë e pakujdesisë dëmet mund të jenë tepër të mëdha. Zjarret fillojnë dhe shtohet numri i tyre në këtë periudhë dhe për këtë kërkoj një apel për qytetarët, të cilët pastrojnë tokat bujqësore me zjarr. Dhe është një nga burimet kryesore të shkaktimit të zjarreve, pasi zjarri del jashtë kontrollit dhe shkakton dëme të parikuperueshme në ekonomitë e tyre bujqësore apo në ekonomitë e tyre familjare të vetat dhe të çdo personi që mund të preket nga vatrat e zjarrit. Deri në këto momente bashkia që ka më shumë raste zjarri është Bashkia Fier, duke qenë se është një bashki me një zonë urbane më të madhe, por nuk mbetet pas edhe Bashkia Lushnje, e cila gjatë periudhës së verës për shkak të pastrimit të tokave bujqësore me zjarr ka një numër të konsiderueshëm të lartë të zjarreve në toka bujqësore. Në hambullore kryesisht që sjellin pastaj edhe pasojat të tjera në ullishte apo pemtari. Shërbimet të zjarr fikse janë të mjaftueshme, gjithmonë kërkohet që edhe të pasurohen edhe më shumë, por ka kapacitete të mjaftueshme dhe janë në gatishmëri në çdo bashki përkatëse. Plus që në Qarkun Fier, falë të bashkëpunimit të mirë ndërinstitucional që kemi patur me bashkitë me njëra tjetër apo me qarqet fqinje, nuk ka pasur ndonjëherë problematika të cilat nuk kanë ardhur si pasojë e mungesës së kapaciteteve logjistike, teknike apo mjeteve zjarr fikse. Ymeraj ka apeluar gjithashtu për të gjithë qytetarët që të njoftojnë menjëherë shërbimin zjarfikës në numrin 128 në rast se pikasin një vatër zjarri.